përkrahën publikisht edhe përfitimin e zgjedhjeve dhe një angazhim jashtëzakonshëm perëndimor evropian arriti që Orbani të humbë zgjedhjet në Hungari. Dhe nëse e bën të njëjtën çështje prap, duke qenë në fushat elektorale dhe në afërsi të zgjedhjeve në Serbi, atëherë mund ta humbë edhe Vučići. Dhe kjo mund të jetë ndoshta në formë të nënvetëdijshme edhe me lejen e Rusisë ky lloj takimi, paçka që mund të duket me çështjet të cilat kanë të bëjnë në formën për largimin e Serbisë. Por ne kemi parë deri më tani që asnjë angazhim perëndimor nuk e ka bërë Serbinë të largohet nga Rusia, për shkak se ata e shohin si formë jetike bashkëpunimin me Rusinë. Në qartë. Morino? Bisedat e Zelenskit me Vučićin nuk kanë përcaktuar ndonjë sulm direkt ndaj Kosovës, por vetëm është bisedu për mosnjohjen e saj. Unë mendoj se Serbia nëpërmes bisedës me Zelenskin, po, ka si qëllim forcimin e diplomacisë serbe edhe të qëndrojnë në dy shtyllat, edhe në aspektin e llagerit ta quaj rus, kinez e tjera, po edhe në aspektin e Bashkisë Evropiane. Do thotë që qëllim kryesor ka zhvillimin e diplomacisë së brendshme Serbia me bisedat e tilla. Prandaj Kosova duhet ta zhvillojë diplomacinë e vet, edhe të Ministrisë Punë të Jashtme, edhe diplomacinë e brendshme të vetën, ta zhvillojë në aspektin ndërkombëtar, të bëjë çmos që të ngritet diplomacia kosovare në nivelin ndërkombëtar, mos të jetë vetëm në aspektin lokal, por ndërkombëtar. Edhe kjo është qëllimi kryesor. Gjithashtu Serbia ka si qëllim se nëntor ajo veç do ta rregullojë, do ta ketë një fabrikë të dronëve nga Izraeli, në bazë bisedës që Vučići që e ka cek. Unë mendoj se Serbia po mundohet të thithë të gjitha do thotë investimet të ndryshme edhe nga ky bloku rus knena, po edhe nga Bashkia Evropiane, do thotë në 2-3 mënyra po mundohet të forcohet edhe në aspektin diplomatik, po edhe në aspektin ekonomik, po edhe financiar. Prandaj diplomacia kosovare duhet të përcjellë gjanat e tilla edhe të ngrit nivelin e diplomacisë së tyre në nivelin evropian, po edhe botror, në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me Shtetet e Bashkisë Evropiane. E qartë. Hoxha? Po,